Hani një fet shalqin në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Mbërritja e verës çdo vit shënon ardhjën e një ushqimi shumë të shijshëm. Ai është shalqini. Vera nuk mund të kuptohet kurrë e plot pa shalqinin dhe tashmë që gushti është afër, ai mund të shijohet edhe më shumë dhe të shfrytëzohet deri në fund për përfitimet që i ofron organizmit. Shalqini është i njohur prej kohësh si një burim ushqyes i rëndësishëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I cili mund t'japë vlera të larta për shëndetin dhe të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet nga organizmi. Ekspertët sipas Healthline kanë renditur përfitimet kryesore që ju do të merrni pas konsumit të shalqinit. Shalqini është një nga frutat më të mirë të stinës dhe si i tillë duhet të konsumohet çdo ditë në dietën tuaj. Kjo për shkak të ndikimeve të tij ushqyese që ka. Ushqyes të tilla që përmban si për shembull likopeni, vitamina A, citrulina e të tjerë do të ndihmojnë në dukshëm organizmin tuaj në betejën kundër komplikacioneve dhe do të nxisin mbi të gjitha një shëndet më të mirë të trupit. Përfitimet që shalqini ofron në shëndet janë të mira edhe për lëkurën tuaj. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurën më të shëndetshme dhe më të bukur, atëherë përfshirja e shalqinit në vaktet tuaja ditore është gjëja e mirë që mund t'i ofroni. Sipas Curej.com, vitamina A të shalqinit do të ndihmojë në rritjen e indeve të trupit duke e bërë atë një pamje më të freskët, më të hidratuar dhe mbi të gjitha më të mbrojtur. Shalqini është shumë i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime me zemrën dhe përjeton dhimbje të kraharorit, duhet të kërkojë menjëherë ndihmën mjekësore. Po sipas Organic Fact, likopeni të shalqini mund të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Ndaj konsumi i shalqinit në vaktet tuaja sipas ekspertëve të Healthline është një nga gjërat më të mira që mund t'i ofroni shëndetit dhe mbi të gjitha të mbani larg komplikacionet e tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni shalqinin. Vitamina C dhe karotenoidet të pranishme tek shalqini do t'jenë ndihma më e fuqishme ushqyese për shëndetin dhe do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Në këtë mënyrë, shalqini mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e formimit të gurëve në veshka dhe pastrimin përfundimtar të tyre. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë, veshka më të fuqishme dhe më të mbrojtura, sigurohuni të keni pjesë përbërëse të dietave tuaja shalqinin. Shalqini është një frut shumë i mirë për shëndetin e syve. Të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj ditore është një mundësi e çmuar për shëndetin tuaj të syve. Vitamina A që gjendet te shalqini mund të ndihmojë për të mbajtur larg degenerimin makular që lidhet kryesisht edhe me moshën, si dhe të parandaloni verbërinë sipas loveloyfruit.com. Shalqini është një nga mbështetësit më të mirë të shëndetit të kockave dhe sipas ekspertëve ai cilësohet si një nga frutat më të mirë për mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë shalqinin si një nga frutat më të mirë të stinës që mund të përfitoni në maksimum prej konsumit të tij gjatë kësaj periudhe. Shëndeti juaj i kockave është jashtëzakonisht i brishtë dhe me kalimin e moshës fillojnë edhe të krijojnë shqetësime të ndryshme. Për fatin ton të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium, që mund t'i mbajnë kockat më të forta, më të shëndetshme dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Nëse doni që të keni kocka më të forta, përfshirja e shalqinit në vaktet tuaja ditore do t'jetë gjithashtu një ide e çmuar për të mbrojtur edhe strukturën e tyre. Shalqini përmban likopen dhe kalium, që ndihmojnë kockat dhe gjymtyrët të jenë më të fortë, duke ndihmuar kështu në paksimin e riskut të dëmtimit të tyre dhe rëndesës më të madhe që shkaktojnë edhe frakturat. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore, sipas ekspertëve të Healthline, do të jetë një mundësi shumë e mirë edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Shumë njerëz përpiqen që
të humbasin peshën e tyre, të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe të ndihmojnë që të kenë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Por shalqini është një nga ushqimet që mund të ndikojë drejt për së drejti në këtë drejtim edhe të evitojë komplikacionet. Shalqini është një nga ushqimet që ndikon edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet me shumicë të shalqini mund të jetë gjithashtu fitimprurse për uljen e presionit të lartë të gjakut dhe përmirësimin e shëndetit tuaj në tërësi. Shalqini mund të qetësojë edhe dhimbjet tuaja të muskujve. Shalqini është shumë i mirë për të luftuar inflamacionin dhe mbi të gjitha për të paksuar dhimbjet e muskujve. Dr. Josef Markola përmend një studim ku subjektet që pinin lëng shalqini përpara se të shkonin në punë kishin më pak dhimbje të muskujve 24 orë më vonë. Por krahas edhe me ata që nuk e konsumonin fare shalqinin, ata patën një përmirësim më të mirë, më të ndjeshëm dhe duke evituar gjithashtu edhe komplikacione në organizëm. Ekspertët e Healthline e cilësojnë shalqinin si një prej frutave më të rëndësishëm ushqyes dhe si i tillë asesin nuk duhet të mungojnë në vaktet tuaja ditore. Për shkak të fruktozës së lartë që përmban lëngu i shalqinit, Dr. Markola gjithashtu citon se ai mund të jetë një frut shumë i mirë që mund të konsumohet bashkë me lëngun e tij për të mbajtur larg këto komplikacione. Shalqini është një frut shumë i mirë kundër shqetësimeve që shkakton edhe astma, duke ndihmuar shumë organizmin tuaj në këto situata. Shalqini mund të ndihmojë edhe ata persona që vuajnë nga astma. Specialistët e Medical News Today shkruajnë se konsumi i sasive të larta të vitaminës C në dietën tuaj mund të ndihmojë për të ulur riskun e zhvillimit të astmës, ndërsa ata persona që tashmë vuajnë nga astma, ushqyerjet që përmbajnë shalqin përmirësojnë gjithashtu shëndetin e përgjithshëm të tyre, citon Medical News Today. Shalqini është i mirë gjithashtu edhe për personat që vuajnë nga shqetësimet e prostatës. Shalqini nuk mund të përdoret si ilaç kundër këtyre shqetësimeve, por mund të përmbajë lëndët ushqyese për t'ju mbajtur më të shëndetshëm dhe të evitoni kështu komplikacionet. Nëse doni të mbani larg shqetësimet e prostatës edhe në kalimin e viteve, sigurohuni të keni një higjenë më të mirë dhe mbi të gjitha edhe të konsumoni produktet e duhura ushqyese. Kështu do të përmirësoni ndjeshëm shëndetin tuaj. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e shalqinit. Shalqini është i pasur me aminoacide, të cilat do të ndihmojnë në dukshëm organizmin tuaj dhe të mbrojnë shëndetin e zemrës dhe të ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet dhe ulet gjithashtu edhe tensioni i gjakut. Shëndeti i zemrës do të ulet edhe fal elementëve ushqyes të tij. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët tuaj. Shalqini përmban apigenin që lufton gjithashtu inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas Healthline thonë se konsumi i shalqinit tek njerëzit të cilët janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në përditshmërinë e dietave tuaja do të ofrojë gjithashtu edhe më shumë antioksidant. Ngjyra e kuqe e shalqinit ia atribuohet antioksidantit likopen, një antioksidant i tillë që mund të largojë problemet e radikaleve të lira dhe të diabetit. Shtimi i shalqinit mund të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Ekspertët e Healthline e cilësojnë shalqinin si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për shëndetin e lëkurës. Antioksidanti likopen që gjendet te shalqini do ta mbrojë organizmin në betejën kundër rrezeve të diellit dhe gjithashtu të ndihmojë në një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni këtë produkt në dietën tuaj.
Shëndeti juaj I syve do të jetë gjithashtu një përfitues I rëndësishëm me konsumin e shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë 30% të nevojës ditore të vitaminës A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.